Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga diabeti, këto janë 5 ushqimet që nuk duhet t'i hani kurrë. Personat që nuk vuajnë nga diabeti mund të konsumojnë her pas here patate të skuqura ose ëmbëlsira. Edhe pse janë të pashëndetshme dhe mund t'ju shtojnë në peshë, konsumi i tyre nuk është fundi i botës për personat që nuk vuajnë nga diabeti. Ndërsa për personat që vuajnë nga diabeti, ngrënia e këtyre ushqimeve mund të ketë pasoja të rënda në shëndetin e tyre, citon dhe Elsajt. Është e vërtetë të thuhet se çfarë është e mirë dhe çfarë jo, duke qenë se çdo person me diabet është disi ndryshe nga tjetri. Megjithatë, ata duhet të kenë kujdes se çfarë konsumojnë, si nivelet e larta ashtu dhe të ulta të sheqerit në gjak. Hiperglicemia dhe hipoglicemia mund të shkaktojnë simptoma të tilla si të vjedha, dhimbje në stomak, rrahje të shpejta në zemër, dridhje dhe marramendje. Në rastet më ekstreme, nivelet e larta ose të ulta të sheqerit në gjak mund të kenë pasoja të rënda deri në humbjen e jetës. Nëse vuani nga diabeti dhe po përjetoni këto simptoma, duhet të vizitoheni me patjetër tek mjeku specialist. Por cilat janë ushqimet që shkaktojnë më shumë probleme te personat që vuajnë nga diabeti? Ëmbëlsirat që shiten nëpër dyqanet duhet të mbahen sa më larg nga dieta juaj. Tortat, biskotat, karamelet, të gjitha llojet të ëmbëlsirave kanë në përmbajtje të tyre sheqer dhe drithra të rafinuar, edhe më keq. Nëse blihen ato në dyqane, shumica prej tyre përmbajnë yndyrna të pangopura duke rritur kështu rrezikun për shëndetin. Njerëzit me diabet janë më të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës dhe yndyrnat e ngopura që rrisin nivelin e kolesterolit total. Patatet e skuqura gjithashtu mund të jenë të dëmshme për shëndetin tuaj. Perimet me nisë shte, si patatet dhe misri, janë ndërburimet kryesore të karbohidrateve, prandaj duhet të kufizoni ose të shmangni, sidomos nëse vuani nga diabeti, duhet të evitoni konsumin e këtij ushqimi. Nëse dhe i skuqni patatet, rreziku do të dyfishohet. Petullat e ëmbla gjithashtu mund të jenë të dëmshme për rastin tuaj. Shumë persona me diabet mendojnë për sheqerin si ushqimi numër 1 që rrit sheqerin në gjak, por në fakt janë karbohidratet ato që shkaktojnë një gjë të tillë. Petullat e përgatitur me drithë të përpunuar janë ndërburimet më të mëdha të karbohidrateve që shkaktojnë rritjen e sheqerit në gjak. Lëngjet e frutave që shiten nëpër dyqane. Lëngjet e frutave janë të shëndetshme deri në momentin që ato nuk kanë sheqer të shtuar. Për personat që vuajnë nga diabeti ose për të gjithë ne, nuk ka ndonjë diferencë të madhe mes konsumit të sheqerit në formën e pijeve të gazuara dhe lëngjet e frutave që shiten nëpër dyqane. Të dyja janë të pashëndetshme, ndërsa lëngjet që përgatiten nga frutat e freskëta janë më të mira për shëndetin, edhe pse nuk duhet të teproni me to nëse vuani nga diabeti. Qëndroni sa më larg pijeve të gazuara. Edhe pse ka pak të dhëna që i lidhin pijet të gazuara dietike me shtimin në peshë dhe probleme të tjera shëndetësore, konsumi i rregullt i këtyre pijeve është i dëmshëm për ata personat që vuajnë nga diabeti. Një kanaçe e vetme me këto pije përmban 39 gram sheqer, kur shoqata amerikane e zemrës rekomandon që të rriturit të marrin jo më shumë se 36 gram sheqer në ditë, të cilët do të ndikojnë gjithashtu drejt për së drejti në luhatit e forta të sheqerit në gjak. Nëse vuani nga diabeti, përveç ushqimeve që duhet t'i evitoni nga dieta juaj, ka edhe një sër produktesh, të cilat duhet t'i mbani me patjetër në dietë që do të ndikojnë pozitivisht edhe në ndihmën kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Sipas Brightside, do të rendisim në këtë video disa nga ushqimet më të mira, të cilat duhet të përfshihen në dietën e personave që vuajnë nga diabeti. Arrat. Në përgjithësi, arrat janë një zgjidhje shumë e mirë. Çdo lloj arre përmban një sasi të mirë të yndyrnave të shëndetshme. Këto yndyra njihen për përmirësimin dhe kontrollin e sheqerit në gjak. Çaji. Çaji është plot me antioksidant. Shumica e mjekëve sugjerojnë të pini çaj me bazë natyror ditor, siç është çaji i jeshil ose çaji i zi, përsa kohë është rreptësisht çaj pa sheqer të shtuar. Patatet e ëmbla. Ne të gjithë e dimë se patatet e bardha nuk janë të mira për shëndetin, por fatmirësisht na është dhënë një patate që ka përfitime shëndetësore. Ajo zvogëlon gjithashtu edhe rezistencën e insulinës.
ul kolesterolin dhe parandalon rritjen e sheqerit në gjak. Gjatë gjithë kohës, hani një patate të ëmbël. Vaj i ullirit. Vaji i ullirit është një nga burimet më të mira për të luftuar diabetin. Në mesdhe, vaji i ullirit është një element kryesor që kontribon në jetëgjatësi si një mënyrë jetese të shëndetshme. Tërshëra. Tërshëra ndihmon trupin tuaj të ngadalësojë shndrimin e karbohidrateve në sheqer. Ajo është e ngarkuar me fibra. Kanella. Një nga gjërat më të mira për kanellën është se është një zvendësues i mirë i sheqerit në ëmbëlsira. Studimet sugjerojnë se ajo mund të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Çokolata e zezë. Për aq kohë sa është ekstra e zezë, sa më e errët çokolata, aq më pak sheqer përmban. Jo vetëm që është e pasur me antioksidant, por është provuar se zvogëlon rezistencën e insulinës. Spinaçi. Spinaçi është një ushqim i shëndetshëm, por për diabetikët është edhe më i dobishëm. Zarzavatet me gjithë jeshile janë një nga ushqimet më të rekomanduara për diabetikët dhe spinaçi është shumë i mirë për të përfshirë në sallata. Farat. Ato janë të pasur me yndyrë omega 3. Ato kanë pak karbohidrate dhe përmbajnë një burim të mirë të ekurit. Farat e lulediellit janë një zgjidhje e mirë, por farat e kungullit janë edhe më të mira. Peshku. Peshku ka një burim të proteinave më të shëndetshme në dispozicion dhe siç dihet për shumicën e diabetikëve, proteina është vendimtare për një mënyrë jetese të shëndetshme. Ashtu si arat dhe farat, peshqit janë të pasur me omega 3 dhe njihen për uljen e rrezikut të problemeve shëndetësore. Manaferat. Çdo lloj kokëre kuqe është e mirë për diabetikët. Për diabetin e tipit 2 manaferat mund të rrisin prodhimin e insulinës dhe për tipin 1 mund të nivelojnë nivelin e sheqerit në gjak. Ato janë gjithashtu të pasur me antioksidantë dhe me fibër. Fasulet. Fibra që gjendet e fasulet është një mundësi shumë e mirë për diabetikët. Për një diabetik, fibra është pjesë e rëndësishme e dietës tuaj dhe fasulet janë një nga burimet më të mira. Fasulet në bazën javore mund të ndihmojnë në uljen e nivelit të glukozës në gjak. Vetëm mos e egzagjeroni me sasinë. Brokoli. Nëse ka një perime të mirë për diabetin, është brokoli. Ai përmban një përbërës të veçantë që natyrshëm lufton diabetin dhe kontrollin e nivelit të sheqerit në gjak. Ai madje mbron edhe nga sëmundjet e zemrës. Kale. Kale është seriozisht një nga perimet më të shëndetshme në botë. Zvogëlon rrezikun e diabetit tipi 2 dhe nivelin e sheqerit atyre me tipit 1. Avokado. Avokado ka aftësinë për të ulur nivelin e sheqerit në gjak. Ajo gjithashtu lufton edhe problemet e zemrës. Kosi i thjesht i përgatitur në shtëpi. Kosi pa yndyrë është një super ushqim. Është sugjeruar se kosi është i mirë për personat me diabetin tipi 2. Farat e linit. 3 nga komponentët më të mirë për të luftuar diabetin janë të paketuara në farat e linit. Yndyrat e shëndetshme, fibra dhe proteina janë elementet kryesorë për një mbrojtje më të mirë kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Quinoa. Quinoa është një zgjidhje shumë e mirë për njerëzit me diabet. Një gjysmë filxhani me quinoa përmban 20 gram karbohidrate, si dhe është e pasur me fibër dhe proteina të plota. Quinoa konsiderohet të jetë me indeks glicemik të ulët, që do të thotë se nuk shkakton rritje aq të mëdha ose aq të shpejta të sheqerit në gjak. Tërshëra. Fibra e treshme të tërshëra është e dobishme për shëndetin e zemrës, veçanërisht në uljen e kolesterolit si dhe rregullimin e sheqerit në gjak. Tërshëra gjithashtu tretet ngadalë dhe bën që t'jeni të ngopur për një kohë më të gjatë, duke u bërë më pak të prirur të konsumoni ushqime pas një vakti që përmban tërshërë. Një porcion prej një filxhan tërshëre përmban 27 gram karbohidrate. Kosi. Kosi përgatitur në shtëpi i paambëlsuar nuk përmban sheqer të shtuar dhe është i pasur me proteinë. Ulëntimet e fundit kanë treguar se kosi lidhet me nivele të ulta të rezistencës ndaj insulinës dhe glukozës në gjak. 6 lugë kos të freskë të paambëlsuar do të ofrojë 7 gram karbohidrate të rëndësishme për uljen e sheqerit. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndet. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.